Armend, faktikisht një karrierë që mbyllet dhe një nder që të bëhet nga ana e Shkëndijës përpara një ndeshje europiane. Si u ndjeve realisht sot? Them drejtën, jam ende kjo pensionime ende nuk ambientohem dot. Kjo më erdhi një gjest shumë i mirë nga klubi, nga kryesia, nga tifozët, nga gjithë ata që më kanë ndihmuar ato 7 vite gjysmë 8 në Tetov të jenë të paharruara për mua në karrierën time. Shpresoj që edhe unë të kem dalë hakësh me performancat e mia në fushën e Djelbërt. Jam gjithmonë mirënjohës dhe krenar për atë që kam bërë dhe i falenderoj edhe një herë nga zemra. Faktikisht numrat tregojnë që ti vetëm ke bërë detyrën, atë që thua shpresoj që ti kem del hakush, por në një moment që nuk vesh fanellën, por thjesht futesh prapë për brenda familjes Kuqezi. A kompletohet ajo që themi gjithmonë një herë Kuqezi, gjithmonë Kuqezi? Ndjehesh pjesë e familjes? Unë kam thënë çdo herë se Shkëndija është shtëpia ime e dytë dhe ashtu do ngelet gjithë jetës dhe gjithmonë që kthehem këtu është si në shtëpi. Do të thonë një ndjenjë që nuk po shkruhet dhe shpresoj që do të jetë çdo herë vetëm për të mirë. Një urrim, një dëshirë, një Shkëndijës për të ardhmen, si e sheh këtë Shkëndi që vitet e kaluara dhe bëri histori? Po Shkëndijin, kur kam marrë vitet e para, kam nisë nga ajo me 7.0 kishim e thonë, ajo ndërtimi i skuadrës me sponsorin që është aktual. Vitet e fundit më veç se janë fruti gjithë asaj pune që është bërë me vite. Shpresoj që të rritet ende dhe të dëshmojë se është një forcë e madhe e shqiptarëve në këtë vend. Unë tani në emër të Shkëndijës them faleminderit Armend për gjithçka. Faleminderit edhe juve.